Miq të Bardhazis, ja te kemi takuar në këtë të premte, ne mezi presim të vije premtja, të bëjmë takimin ton live me ju, dhe me ndjekësit tanë që në ndjeki në YouTube. Sa kanë shkuar ndjekësit tanë? 35 milion shikime, 16.000 ndjekës pothuajse. Mirë, jemi në të premte në emisionin ton Bardhazi, në këtë emision që është si dekoratat, po jo si dekoratat e komunizmit, por si dekoratat e urdhrave kalorsjak nga ato me gjëra brenda. Jepe një herë në hënës. Mirë, do shkojmë ke rubrika jonë pse, te rubrika jonë e preferuar dhe sa po i pëlqen njerëzve kjo rubrik, nuk e ke iden, ori, mua më vjen mirë që i kthejmë buzëqeshjen, se kjo jetë ka kaq trishtim, sa që kur më dalojnë rrugës, dëgjoj se pam këtë humorin, po si i the atij Erionit. Ju të filloni të na paguani çik për to të qeshurat, se edhe i qeshura është qef paguhet. Shkojmë tek pse-pseja. Moj vajz, çfarë profesioni keni? Ua, unë jam ish banore. Ua, po ti që ke princeshmi. Po, se di ti? Shqipëri stë ikë rrudhat, ushtuan vipat si kërpudhat. Një djalë nga fshati shkoi me studime jashtë shtetit. Kur u kthye në shtëpinë e vet, babai kishte dërtuar një kasolle. Sipër në një tra, ai pa një baj glope. Vajti hapi librat e tij dhe filloi të studionte. Pasi kaloi ca kohë, jati e pyeti: "Ore ti, ngele duke lexuar, nuk i mbarove studimet?" O baba tha: "Po i hapa të gjitha librat dhe akoma nuk e kam gjetur." Tha: "Si e ipe lopën atje në trafa që e bëri atë?" Librat e shkret. Se ishte ditë e librit, e kemi me rastin e ditës librit. Ti dhe Mozamet e kujtuat. Moj shoqe, puna dëmton rënd shëndetin. Ore, je në Tereziti, që janë këto që thua? Që janë këto që thua? Po të drejt kami. Ke dëgjuar në i doktor ti të thot, puno në mënyrë absolute? Jo, ata thonë, të bësh pushim absolut. Doktorët kundra punës. Edhe vetë që shtë shumë për ato se... Martohu me atë djalin bia ime, sa ishi pasur. Po pse o babi, ku e diti? Nga e diti, babi? Kur vajti të binde domate, nuk ju dritë qerpiku, nuk ju dritë. Po kur bleu karbonate? Po qa, Ore, sa të vogla i paske këto vezët, more, ku i ke gjetur ka të vogla? Pashtu i ka bërë zonja, mëj pull. Pashtu i ka bërë pula, mëj zonjë. S'kam bërë unë. Zonja po pula, tani ndaje tani. Doktorët gjithmonë pyesin, a ke ndonjë njeri në familje që ka varësi nga alkooli? Gjithmonë e bëjnë këtë pyetje. Po, vllai im i madh nuk e vëngoj. Muaj prill është një muaj shumë i çuditshëm. Shikon njerëz që ecin me mëngë të shkurtra dhe me xhup. Dhe të dyja palët pyesin njëri tjetrin. Ora, kush është budallai në këtë mes? Prilli. Një me potencë bleu një 300 race të ruante vilën e tij. Dhe kur kishin hyrë ajdutët, kishin vjedh 100 të racës. Kushtojnë sa njësia. I shkrova burrit nga një profil fals. E di si më tha, ikvim dera atë, tha se i budallaj që si ty e kam këtu në shtëpi. E që nisim qertë. Një burr ishte bërtap. Del për para pasqyrës dhe tha, ua, hajduti. Doli me vrap dhe kapi polici në fund të shkallëve. Unë gjitën të dy lartë dhe kur polici doli për para pasqyrës i tha, po ty qa duhet polici, ako e ke polici? Dëryrja shpejt, FNSH. Janeci dhe polici njësoj. FNSH. Kërkoj një femër që të dashurohem, pastaj të ndahem, të bie në depresion, dhe kështu do bëj tekste këngësh, fitimet i ndajmë për gjysëm. Me kë? Me atë femër pra. Angela. Se po qanë moj vajze bukur? Po, më thonë shoqet që je e shëndosh. Unë jam magjistar, më thua një dëshirë dhe do t'a plotsoj. A do më sjellësh një suflaqe? Se do thoshe në që tjetër? Suflaqe. Unë ta se do thoshe më sjell një lajthiza.
Lajthiza, uj që ka pirë dhe Skënderbeu. Po normal, se ku do pite Skënderbeu? Uj vetëm shqiptar dhe me një shtrirje të jashtëzakonshme në mbar shqiptarin, e ka mbyt Kosovën. Plotë për plot vetëm Lajthiza, Maqedonin, Anglin. Se do ngelemi pa të fare. Dhe gjo, bota është e mënshur dhe po mbyt me Lajthiza, do ja ngelemi bën ne me halal. kanalin tim. Se unë s'pi do t'as muj tjetër, vetëm Lajthiza. Mishta nuk na lën kur pa Lajthiza, kur pa Lajthiza. Po kemi dhe një mesazh shumë të bukur për Unionet Western Union. Dërgo dhe tërhiq para direkt nga telefoni yt. Më shumë lehtësi dhe përfitime në UP Albania. 0 komision për tërheqjet në aplikacion dhe 1.000 lek bonus për çdo transfer. Mos prit më. Dërgo para tani dhe përfiton me njerë. Shkarko falas aplikacionin UP Albania dhe shijon një përvojë digjitale të shpejt, të sigurt dhe me shumë përfitim. UPay, portofoli juaj digital. E si ke bërë këto mesazhet o zotin. S'kam bërë kryesori. Sa mirë ke fjetur o zot, po duke që vjen nga një fjetje shëndetshme. Shikimi im, kështu si shikimi James Bondit. Nuk e ke i den fare. Edhe shikoj që edhe trupi të është rehabilituar, ri edhe më drejt. Po me çfarë dyshekësh po fles zotëri? Siç e thash. Vetëm Dorelan, ë? Vetëm Dorelan. Po për mua ke menduar? Për ty do të gjejmë një jastëk që ta kesh qafën në mënyrë të përkryer. E di ti që vuaj nga qafa unë. Jastëk Dorelan. Ore shko që ta keni parasysh. Dorelan është i vetmja kompani që ka muzik brënda, mo, Dorela. E kupton, prandaj është si muzikë e shpirtit, më është muzikë që të vjen kështu. E ku ka më mirë se të flesh në qetësinë dhe në tingujt melodios të dyshekut Dorelan. Do t'i themi atyre të bëj një dyshek me muzikë, se Dorelan është muzikë vetë. Mirë. Përshëndetje bukuroshe, si quhesh? Unë jam Drita nga Prishtina, po ti? Unë jam Babazhuri nga Vlora. Abazhuri nga Vlora, bre. Nëse Instagramit e TikToku do ishin lëndë mësimore, prindit e mi do ishin krenar për mua. Jeta është shumë e shkurtër. Prandaj qeshni sa keni dhëm në gojë. Dhe unë i kam të mijat. Dhe të janë legjendja. A do në të fitoni lek në Instagram, ju që rrini gjithë kohës në Instagram, mbyllën Instagramin dhe futju një punës e latë namlat. Ajde, formula, ajde, shumë e pjesht. Në jetë duhet t'jesh optimist. Për shembull, kur bie në shkallët, duhet thuash, o, sa shpejt që zbrita. Edhe po t'jetë të kishtë. Gajmi sekondës së fundit, nëse fjallën kapak e kthen brapsh, del prap kapak. Po nëse të nxeren e kthen brapsh, mbetesh pa gjellore. Parat në bankomat. Ta pash sa e kështë pinin, 4 njëzha. Ja, fut e kot, 36-71. Zonja psikologe, unë besoj se jam qenë. Ore, po sa ko ke me këtë ideti? Që kur isha klysh, zonjë. Dhoma ime është një vend i shenjtë, pa diskutim, se sa herë mamaja ime hynë brënda, thot, o, zot i madh. Kur themi që lam lesht në Bixhoz, mos do të thotë që Bixhozi është berber? Të ruan mirë. Kufja u shpik nga mashkulli për të mbyllur gojën gruas. Qoftë edhe për disa sekonda. Filloj shoqatat e grave, da? O, gjithë, do të hidhen të gjitha. Ne gratë, kur dalin burrat, nuk i themi as njerë, kalo bukur zemër, sepse gjëja më e bukur që ka ndodhur në jetën e tyre, jemi natyrisht ne, apo jo mi gra. Juve. O, babi, po pse vetëm burra shkojnë ushtar? Po që shkjo pyetje e bie babit? Imagjino t'i japësh mamit kallashin në dorë. Do vriste nënën. Grojaja është si kripa. Ajo mund të mos vjetre, por mungesa e saj ndryshon shijen e çdo gjëje. Mos më shiko ashtu se kur po bëj një lapsus aerodinamik. Qa po them? Ishte mirë. Qa po them? Me këtë jam edhe unë. Sa më shumë krip, aq më keq nga zëmra. O zonjë, më jep një paket cigare. Ore zotri, po a e diti që cigarja shkakton vdekjen e ngadalt? Po se ka me nëzitim unë zëmra. Ore,
muaj që shikoj yje që shkëputen nga qielli dhe mendoj çdo natë një dëshirë. Dhe dëshirat nuk realizohen. Një natë vendosa të nxjerr kokën dhe pash që komshiu hithe bistat e cigareve, more. Bo. Se të tendat, aty digjini ato. Digjini pallatet. Digjini pallatet, fare. Zonjë, sa ere keni tradhtuar burin? Ore, zotri, unë këtu, ore, zotri gjukatës, po të kthejem kështu drejt fare. Unë këtu kam ardhur të ndahem, jo të lëvdohem. Moj gru, a i kishe trut në kokë mi? Argjove 500 euro për kremra. Po, unë dua të dukem e bukur, mo zemra, në sytë tu. O zemra, unë me 3 bira mbaroja punë, prap e bukur do më dukeshe. Unë i mora pa lek se kishe zbritje ke Panajiri. Panajiri bukuris. Medical and Beauty Fair ishte një super arritje. Ne faleminderit të gjithë pjesëmarrësve. Për zotin do të kisha puthur. Kur, që nga era me të femre mi. U të kesh turp të kesh, si puth gruan e botës ti, more. Unë që e kam shpinë ke bryli, aty ke karburanti. Edhe numrin e telefonit. Sa herë që rruem në mëngjes, më duket vetja 20 vjet më i ri. Ore, po pse së rruesh dark ti për shembull? Tani do t'ju lexoj një histori shumë të bukur, jemi në thyerje. Historia e hakut të në përkëmburit. Një ditë një besimtar shkoi te berberi që të ruaj. U ul dhe i tha miq një brisk. Sa kishte filluar, vjen i fort i lagjes, futet brenda dhe i fut një plom në kokë. Pam! Çoqa aty thot. Se kam radhën unë. I shkreti, me shpresta Allahu, mbylli gojën dhe u çua. Po ky i forti nuk pushonte. Është, u bë surrati jot, thoshte të rruhet para meje. O kokungull, i tha i forti. Duroj sa duroj, kur i forti mbaroi surruari, çohet dhe del për jashta. Në momenti që del për jashta, një karrocë me kuaj të tërbuar, zbriti në tat pjet, e merr përpara të fortin dhe e bën cop. Në këtë kohë berberi, bashkë me besimtarin që po e shikte, kthej dhe thot, nuk ishte pak e rëndë kjo që ndodhi? Për Allahun i thaj, nuk bëra gjë, ja kisha falur, madje. Po si duket edhe kunguj kanë zotin e tyre dhe zoti i kungullit është zemruar me të. Prandaj, të dashur miq, haku i të shtypurit rëzon dhe mbretin. Thjesht duhet të bëni pak durim, se çdo gjë ndodh në kohën e vet. Karma, pra. E kam radhën unë? Po, e ke radhën ti. Një burr që po shëtiste rrugëve të qytetit, pikasi një djalë të vogël, i cili po ndante bukën e tij me një qen të vogël. U afrua aty pranë dhe e pyeti: "Pse e ndan bukën me të?" Djali u përgjigj: "Sepse ata nuk kanë asgjë, as familje dhe as shtëpi. Nëse nuk do t'i ushqejmë, ata do të ngordhin." Plaku ju përgjigj: "Por qen të pastre ka kudo. Përpjekjet e tua nuk do të bëjnë asnjë ndryshim." Djali ju afrua drejt qenit dhe duke e përqafuar i tha: Po, për këtë qen, ky ndryshim është vetë jeta." Dhe jo rastësisht, unë dalëm te kjo proverb, se shumë e bukur. Shumë e bukur ishte. Se do diskutojmë për qen të rrugëve. Po. Që janë lënë rrugëve, si kundër në asnjë vend të botës, Po. Të keq trajtuar dhe shoh gjithmonë edhe më pak njerëz që ju dhimbsen qen të rrugëve. Po ju dhimbsen dhe ato qen që i kanë mbajtur deri në shtëpi dhe i kanë nxjerr për jashtë, nuk ju dhimbsen më as ata. Po, aq e kanë. Aq e kanë dashuri. fantastik. Por ndërkohë ka edhe vazhdojnë të kemi akoma njerëz që i duan qen. Kështu që pas hapësirës publicitare ju pres në studio.